ato të para të zare më të mesme, adin, bëshin diçka për mu da. Tash të trejat, po dojnë, si po vinë, po thojnë, jo valla neve s'po na pëlqen ky, s'po na pëlqen naj, s'po na pëlqen kjo, s'po na pëlqen ajo. Reja mu në shtëpinë s'mundet me pranu, unë muj me pranu rejen, sa ajo shtëpia jam, mundi jam. As nusja s'mund me të bo si qik, as ti s'mundesh mu bo si nona e nusës. Une për vetë ju kom thonë në respekt du, se dashni s'mund me pas. Jo, une e qës gjithmonë vetë, se as njona s'qot para mi. Cila është gjëja më e bukur një që të kam bërë? Me e bukur, fëmit kër i kom lind. Sa fëmijë ke? 3 djem. 3 djem. A i ki djem të martu? A ki nuse? Kejt i kam. Nuse kom. Me nuse në njohën e piti? Me të voglën po. E pse me të voglën njëve të madhe? Po nuk i di se ato të para të zare më të mesme, adin, bëshin diçka për mu da. Bëshin diçka për mu da dhe, ani hajtë dilni, hajtë, aspo e pëlqen, hajtë dilni ashtë. E ti a ke desht me jetu me to? Qysho, unë vetë jam, se kam burin, unë s'kam me jetu, qish me jetu vetë. Se ato ku e mi, qëfar zoja, edhe pas ke desht me jetu me to, pse ato me ty jo? Jo, ato nashta kanë desht me jetu me mu, po tash, qëre, ku janë tash gjenerata mas luftës u bo një revolucioni madhë, shumë ndryshimi madhë, kanë ndryshu shumë rinia. Na në kohën teme kemi pas respekt, kemi pas për familjen e burit respekt, që aty ku je martut ka thonë nana dosh që aty me kryu familje, dosh që aty me kontribu, që aty me nej, që aty për që ata me punu për fëmijët e to. E tash të trejat, po dojnë, si po vinë, po thojnë, jo valla neve s'po na pëlqen ky, s'po na pëlqen naj, s'po na pëlqen kjo, s'po na pëlqen ajo, jo, edhe tash po binë konflikt me djetra, se s'ka respekt. Se jo që asene, anë është edhe s'po din. Disa për tyne edhe nuk dojnë me jetu me vjerat po i fajsojnë. A me ndonë që kanë faj edhe vjerat, apo gjithmonë nuset janë ato që dojnë më nda? Tash qërë, gjeneratën të emi javë kemi lun vjera fajet. Tash për javë lojnë vjerat nuse. Nuset po thujnë vjera? Jënë ndru kapuqat tash. Koha po bënë qështu. Ti cilën e dëna e veçen ma shumë për 3 javë? Valoj s'moj as njonën heq me vequ, se kur t'vin 3 nuse në shpe, i ki 3 botat ndryshme, 3 kulturat ndryshme, as njona nuk është e rrët qysh, për shemull që shumë rritone. Po ta është buëm drejt, te me t'voglin një pak ma ofër, apo? Po normal s'unë që aty me ta jetoj, po, normal. E ashtë të vërtej që nusja të boci që ka ju, ta më reprezon venin e qështë? Reja mu në shpiteme s'mundet me pranu, unë muj me pranu rejen, sa ajo shtëpia jam, mundi jam është tash. Kom punu kas masone për me bo qatë shtëpi, bashkë me burin, edhe tash normal, reja do të me konë pak ma tolerantës është ma e ri. Plaki bëhet si fëmija, pse thojnë. Se kur plakët, jo, une qështu konë atëherë, tash ndrysh, anina, knina, edhe diqysh rinë konfliktit. Reja vetë ka mu plak? Edhe reja kam plak, po ato nuk e din, se unë se kom dit. Se dhe une vjerës tem, si kom besu kur që, jo, mëre qëfar, ik, ti e të folë këtë gabim, a vëde? E a mundë të nusja me të bo si qik? Jo, kur, as nusja s'mund me të bo si qik, as ti s'mund është mu bo si nona e nusës. Pse? Se cëla i ka nonën e vetë, se cëla e danë. Janë shpe e kishë dhe detë? E kam qdo detë, e kam normal, që aty fëmiti ka bo, që aty të trijat valoj mirë janë, zdi. Une për vetë ju kom thonë në respekt du, se dashni s'mund me pas, respekt. Respekt, se nona e burit është ajo. Tash të reja duhet pak me respektu edhe vjerën, si kur nonën e vetë. Se dhe ato martojnë vlonë. Ju shkon edhe aty në një kunata të në shpe. Kështu që nuk e di, unë e respekt kam qef me pas. Tash një jo kom thonë, unë e nonë s'muna me jo bo. Fillim. Amo kom qef me më respektu, se qëtu jam, qëtu kej qaj kom bo, unë janë t'juvet, unë s'kom jetu, sa kom jetu. Edhe një pyetje për fund, kallëzona kofën, ata që ata e në mëngjes, ata që ati vetë? Jo, unë e qësë gjithmonë vetë, se as njona s'qotë para mi. Po flaj ka ato dhej? Ato flajnë deri vonë, si e para, si e dyta, si e treta, kam flajt gjithmonë, kanë qef me flajt deri në ora 11. Po, te 3 gjumashe. Kështu që unë e kom pi kafën e kom bë bukën e krejt, i boj drikën e kejt. Ty pas ka ndryshu sen, ty që pas ka vazhdu jetën në shpe, jetë pe vazhdojshë, si me nusë si Qashtë. Rregullat s'po t'i luj ka nusja heq. Jo, s'milion, veç aty ndryshime ka qef me bo, veç kur qkaj, ku janë më këto senet që të jënë konë, o, vallaj kom ndru që kënej, mami. Ti vetë
the me drejk me krejt, me pastrim. Ja, unë me pastrim se boj, nuk se ja I bon krejt. Unë drekën e boj edhe me ngjesin gjithmonë. Normal, unë ç'a me bua ti, diçka duhet me bu. Faleminderit shumë për kuqe. Me ndërqofshi ditën e mirë. Penzion I luftës, invalid I luftës, po jem krenar mirë është me boni argat kur e lyp veni. Qaf dule se këna nis, e tani e këna përfunduën ka pas nevojë. Te në 3 ditë s'këna pas me hangër me pije, s'ka më shumë se me dhonë jetën për vend tonin. Përshëndet, Mirë, familja, pegalën. që mirë është lo? Jam penzion I luftës, invalid I luftës, për ndryshë tani punoj ka shtëpia punë, çka mu I punoj. Sa je krenar që sot je invalid I luftës? Po jem krenar mirë është me bo një argat kur e lyp veni. Mirë është mu? Me bo një argat atëherë kur e lyp veni. Sukur që patëm luftën e fundit Kosovës, kush ka mujt, e ka dhau kontributin e vetë. Regam, sa vjeqari ku në atë ku? Në të kohë në luftë ju më konë 40 vjetë. 40 vjeqari. Po. Regam, a ki pas frikë në atë ku? Se I dim që unë e qash letë. Kam pas frikë se për arsye se ushtria që kanë vendosur me morë pushkën edhe me dalë në front, nuk janë kanë të pjekun, s'kan pas pravoj sukur në atë vjetër që kena kry ushtrinë Jugoslave dhe kena pas ato sfidat. Edhe pse sa kon luftë, pa kon zërë me kry një ushtri Jugoslave për arsye se kanë bën tërthorza të ndryshme. E tani në bazë vështërsive edhe frikën që e kena pas kena kalu shumë mirë se në fund e morëm fitoren. Regam, cilë është shoku që dhimet mas shumë ti që hupi jetën gjatë një beteje? Po ham shok, ham kushëre të gjithë, po në veçanti që më pyte, Shaqer Tërshani. Ki pas edhe kushëre? Kushëre edhe në luftë bashkë. Luftën e kena bën të komandant Gurin, qaf dule se kena nis, e tani e kena përfunduën ka pas nevojë. A ka ndodhë që kene nejtë pa hongër pa pi? Ka ndodhë. Sot të ka shku maksimumi? Tash unë e foli vetë që shash, se dikush ka qef me bon rana për me dal ma hishum, rana s'del hishum kur. Te në 3 ditë s'kena pas me hangër me pije, për arsye të ofenziva që na kanë përshinja ashtu, me dashje pa dashje, e tani a bon zgjidhjen, na kanë nimu me popullata, qështu. Regam, cilë ka qenë momenti një për momenteve ma të vështira që I keni kalu? Po momenti më I vështirë ka qenë kur lufta gjithashtu vështirë, po kur sun këna qëndru mon qafë dulës, pronin forcat mëdhaja u duft mu tërhjek, një fjallu thy pika, tërhjek janë kur sun qëndrën mo, edhe jena bartën tani në këtë pjesën ka hlanishti, ku marrë pjesë edhe në Reqakit, ja që ku marrë pjesë, po komandanti më ka quen me një skuadër në përforcim.